Sot në këtë ditë të bukur të 2 nëntorit, shfrytëzova të drejtën time qytetare për të votuar për udhëhecjen e ardhshëm të komunës së Tetovës. Njerit bëj ftesë deri te gjithë bashkëqytetarët e mi që po ashtu ta shfrytëzojnë këtë drejtë demokratike për të zgjedhur kryetarin i cili do të punojë për të ardhmen e tyre, për të realizuar projekte në të mirë të përmirësimit të jetës së tyre të përditshme. Po ashtu, gjithë qytetarët e Maqeverisë së Veriut, në të cilët votohet, kërkoj që të dalin, të votojnë, të shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të votuar, sepse pushteti lokal është pushteti më i afërt ndaj kërkesave të tyre, problemeve të tyre dhe realizimit të projekteve të cilat do të përmirësojnë jetën e tyre. Edhe një herë urime të gjithë qytetarëve të Maqeverisë së Veriut në gjithë ata komuna ku sot votohet, këtë ditë të bukur me diell, urojmë që në mbrëmje gjithë procesi të përfundojë në mënyrë demokratike dhe qytetarët të kenë të drejtë të zgjedhin kryetarët e komunave të tyre.